Robert Allahut, sinqeriteti është stoli, zbukurim dhe bukuri për besimtarin. Ai I cili është I sinqert në fjalët, veprat dhe të gjitha gjendjet e tij, rrotullohet nga një mirësi në mirësi tjetër, nga një pozitë të lartë ngrihet në pozitë më të lartë, derisa ta takojë Allahun e lartësuar në gjendjen më të mirë dhe përfundimin më të bukur. Për këtë shkak, besimtari duhet të kujdeset gjithnjë për të vërtetën dhe të jetë gjithmonë I sinqert, në radhë të parë para Allahut, duke e përmbushur imanin dhe duke e plotësuar Islamin. Pastaj të jetë I kujdesshëm që gjithnjë ta zgjedhë sinqeritetin dhe të vërtetën në raport me robërit e Allahut dhe asnjëherë të mos gënjej, mos tradhtoj, mos mashtroj, mos bëj hile ose veti të tjera të ulta dhe të urryera. Elusim Allahun e lartësuar me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, që të na jap të gjithë ne zemër të shëndosh dhe gjuhë të sinqert. Elusim atë të na jap nga të mirat që Ai I di, të na ruaj nga të këqijat që Ai I di dhe të na I falë ato që Ai I di. Me të vërtetë, Allahu është I gjithditur për fshehtësitë.